Ish-presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka folur lidhur me motive që pushojnë në përplasjet e vazhdueshme mes LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje gjatë diskutimeve për një marrëveshje të mundshme politike. Osmani tha se molla e sherrit ishte pikërisht qëndrimi lidhur me rolin që duhet të ketë presidenti i Kosovës. Sipas saj, LDK-ja i konsideron presidentin si një figurë me përvojë dhe njohuri politike, i cili duhet të jetë mbi partitë dhe të shërbejë si balancues i pushteteve. Por për Osmanin, vetëvendosja ka një qasje krejt tjetër. Pala tjetër, pra vetëvendosja më shumë e sheh si një figurë totalisht të parëndësishme, që nuk bën asgjë, një figurë simbolike, që e shohim ndoshta një herë ose dy herë në vit, u shpreh ajo. Osmani tha se LDK-ja tashmë ka hequr dorë nga kërkesat për poste, duke qenë e gatshme të mbetet në opozitë dhe të votojë një president konsensual, nëse ai mbron Republikën dhe Kushtetutën. Ajo u shpreh gjithashtu se tashmë është koha që diskutimet të kalojnë te emrat konkret.